Mirë mëngjes të dashur peshqi, do bëjmë një mesazh për ju dhe kjo është, shikoni vetë të dashur, është drejtësia në fakt në atë tradicionale, por shpërthim emocional nga mbrënda jashtë, thyrjet e murit të vjetër, daljen nga zinxhirët e ngurtësisë, lodhjes dhe frikës. Çfarëdo që ju ka mbajtur brenda vetes, brenda këtij, brenda në këtë errësirë, ta them, ky është momenti absolutisht të shpërtheni, jo për të shpërndar kaos absolutisht, po për të çliruar veten të vërtetën. Ke mbajtur një fuqi kogja të madhe të dashur peshqim brenda vetes, të shtypur, të mbytur, kufizuar, çfarëdo që të jetë aty. Dhe tani më sikur nuk po mban më, duhet të shpërthej. Absolutisht të shpërthej. Për të çliruar çdo gjë që ka qenë brenda një kohë të gjatë. Apo ju këshillon, mund të jetë ajo. Mos u tërhiq më nga frika apo reagimi të tjerëve. Thuaje të vërtetën tënde. Shpërthe. Shprehu fuqishëm çfarëdo që ke mbajtur heshtur apo në gjumë një kohë të gjatë. Nuk ke ardhur këtu për të qenë i përmbajtur absolutisht, apo për të kënaqur të tjerët. Të jini vetvetja. Ke ardhur këtu për të jetuar të lirë. Kjo është pakës tregon në fakt letra dhe atë frikën dhe përvojat nga e kaluara dhe sikur mbyllemi brenda dhe krijojmë një mur dhe aty ngelemi pa bëhemi jo funksional. Nëse gjithmonë mbaj mendimin për vete, mirë, nuk e di, mos t'japun më. Jam, ashtu do t'i gjithmonë, kushdo që të jetë, gjithmonë kemi një mendim tonin. Dhe kjo është ta thoni me zë të lartë. Apo me zë që të dëgjoni të dashur peshqi, çfarëdo që të jetë, është koha të shpërtheni dhe të jini vetvetja.